ku di unë që është koleksioni skeqes. Për te ngarkesave emocionale. Kur publikon diçka për drejtsin, që nga media. Për te ngarkesave emocionale të deklaratave, mendoj se të dy ministrat janë në detyrën funksionale të tyre të shprehen, se si shprehen është e drejta e tyre dhe ne s'kemi drejt i komentojmë. Por rasti konkret padyshim që kemi të bëjmë një seri shkeljesh, të cilat sigurisht mund të klasifikohen është organi i akuzës dhe gjykata që depërcaktoi përgjegjësinë. Tani, dëgjoj, a është shkelje? Padyshim që se më thonë quhet ushtrim ndikimi dhe jo, pra është shkelje, s'ka rëndësi se si ja bëjmë. Ndër veprat penale për cilën, pra në rastin konkret nuk ka konkurim midis veprave penale, se s'do të hyjnë teorinë e konkurimit. Më falë vetëm sekond, do të hyj Manjani me telefon? Po mirë, futeni, bëni shenjë kur të futet, mbaroj datë. Pra, në rastin konkret, bëhet fjalë për një 2-3 vepra penale, njëra nga të cilat është përdorimi i detyrës sepse ai shfrytëzon postin e vet për të ndikuar, për të realizuar një X qëllim, pra masollën nenin, po. Neni 248 i kodit penal. Kemi dhe ushtrimin e ndikimit pa ligjshëm sepse realisht ai po ndikon të një trup gjykues tjetër, pra nuk është dhe në rastin konkret për te debatit që ne diskutuam sigurisht klasifikimi përfundimtar, por duhet kemi parasysh edhe këtë. Komunikimet jashtë gjyqësore të palëve me gjykatën janë ndaluar nga ligj. Çka do të thotë? Edhe vetë pala, kur ja ka vajt në zyrën e kryetarit, pavarësisht se ne jemi në Shqipëri, kjo është një ndër element. Po mirë, kryetari duhet ta pristin. Ne jemi këtu për të vjedhur për të bërë gjyqin e viktimës apo do të bëjmë gjyqin e viktimës, po bëjmë drejtësinë. Bëjmë gjyqin e drejtësinë. Po fare këtë gjë. Gjyqin do e bëj. Po ne kemi ardhur të bëjmë gjyq, nuk e bëjmë asnjë asgjë. Ne kemi ardhur të diskutojmë, ne gjyq s'bëjmë dot. Ushtrim ndikimit paligjshëm do të quhet ndikimit paligjshëm dhe është për Po çon si ka është shkelje. U dënohet me burg. Unë vetëm që kur kemi një rast tuaj, a kemi juve patjetër